Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, falësit. Të nderuar përfaqësues të lartë të komuniteteve fetare, të nderuar ambasador dhe përfaqësues të trupit diplomatik në vendin tonë, i nderuar Zoti Asim Hasanaj, kryetari i Komitetit të Kulteve në vendin tonë, të nderuar rektor dhe akademikë, të nderuar organizatorë dhe pjesëmarrës në këtë simpozium, zonja dhe zotrinj. Më lejoni të shpreh kënaqësinë time të thellë për këtë takim dhe organizim kaq domethënës dhe dinjitoz mbi këtë temë aktuale e tepër të rëndësishme të ditëve tona, siç është dialogu ndërfetar. Jemi të bindur se zhvillimi i këtij simpoziumi në Shqipëri është mjaft domethënës, si për vendin ton, ashtu edhe për gjithë rajonin dhe më tutje më gjërë në botë. Shqipëria ka qenë dhe mbetet një ndër simbolet e bashkëtesës dhe i dialogu ndërfetar, me kontributin e veçantë për paqe dhe stabilitet në rajon. Shqipëria përfaqëson një ndër rastet e rralla të një vendi me besime të ndryshme fetare, ku të gjithë faktorët social dhe politik të shoqërisë, përfshirë edhe komunitet fetare, janë përkrahës të fuqishëm të integritetit të vendit në me vlerat të përbashkëta. Dialogu ndërfetar sot përbën një më domosdoshmëri dhe hapi i parë në institucionalizimin e tij është injorimi i argumenteve politike dhe dhënia përparësi e pikave të përbashkëta. Feja islame, që në origjinën e vet është bazuar mbi respektin për njeriun dhe mendimin e lirë, mbështetur mbi harmoninë dhe vëllazërimin. Respekti ndaj krijuesit, ndaj krijesës, është respekti ndaj krijuesit. Duke u kapur fort pas këtyre parimeve, duke vlerësuar kontributin aktiv të të gjitha feve tradicionale në vendin tonë dhe me besimin në kontributin që japin organizimit të tilla, jemi të bindur që shembulli i Shqipërisë do të jetë një shembull model për të gjithë vendet e tjera. Më lejoni së fundmi të falenderoj organizatorët dhe akademikët pjesëmarrës në këtë event historik dhe shpreh përshëndetjet më të ngrohta për dietarin e shuar Zoti Fethullah Gülen, që me vizionin e gjerë dhe me forcën e thellë shpirtërore është bërë shembull dhe kontribues i vlerave më të larta, jo vetëm për botën islame, por për të gjithë njerëzit në mbar botën. Mbretëroft paqja në botë, Zoti na bekoft të gjithëve dhe ju falemnderit.